Nëse keni dhimbje fyti, kjo recetë do ju shëroj për 5 minuta. Përbërësit që do t'ju duhen janë një lugë lëng limoni, gjysmë gote me ujë, një gotë sheqer, një lugë mjaltë, gjysmë lugë e vogël xhenxhefil të bluar, 1/4 e lugës karafil. Në një enë përzieni sheqerin, ujin, lëngun e limonit dhe mjaltin. Limoni është një burim i atashëm për vitaminë C, derisa mjalti ka efekt antibakteriale dhe gjithashtu njihet edhe për faktin se ndalon kollën. Më pas, shtoni aty xhenxhefilin dhe karafilin. Karafili është i pasur me antioksidues dhe zvogëlon krimin e sekretimit që grumbullohet si pasojë e infeksionit. Xhenxhefili ka veti pozitive si edhe parandalon mundimet dhe dhimbjet në muskuj dhe gjithashtu forcon imunitetin. Enën e hidhni në pllak duke e përzier, prisni derisa ajo të vlojë, uleni zjarrin dhe e vloni dhe për 15 deri në 20 minuta. Përzijeni kohë pas kohe dhe përgatitni tepsinë dhe e mbuloni me letër të pjekjes. Kur masa të jetë ftohur pak, me ndihmën e lugës e hedhim në tepsi dhe masës i japim një formë. Duhet të jetë e trashë dhe të ngjasojë me shurupin e errët. Prisni gjysmë ore dhe pasi të jetë ftohur mund t'i hidhni sheqer dhe ta konsumoni sipas nevojës.